Përshëndetje të dashur mirë të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, para pak ditësh ish kryetari i SPAK-ut Arben Kraja u shkarkua. Përse ndodhi kjo? Cila është arsyeja? Mirëmbrëma, dashur shqiptar, kudo që ndodheni në mërgim, në Shqipëri, me çdo cep të globit toksor. Ne po dalëm çdo ditë në orën 6 për të shpjeguar shqiptarëve realitetin që ndodhet në Shqipëri dhe çfarë është ndodhur. Dashur shqiptarë, nuk kam thënë gjithmonë që erdhi koha e shqiptarëve, jo më koha e hajdutëve, e kriminalëve, e tuhuajve, ata që kanë punuar në shërbim të serbit, të rusit, të francës, të englezëve e të tjerë. Zonja gazetare më pyet çfarë po bëhet me ish kryetar e SPAK-ut. Dashur shqiptar, unë e kam thënë përpara që nga SPAK-u do arrestohet 4 veta. Sepse çdo gjë që bëhej në SPAK, pavarësisht se nuk kishte shumë sekrete e gjëra, ato i ka byroja kombëtare, SPAK-u kishte një copë letër, por i lajmëronte më përpara që të largoshin, që të mos vinin atë ditë kur vinte ftesa e arrestimit. Sidomos ish kryetari, ky zotnia që e shihni në krahun tim, me atë kostum blu, çfarë s'ka bërë në SPAK. Po ta zesh nga janë çfarë nuk ka bërë në kohën e Berishës kur ishte kryeministër. Apo në kohën e Rami Salis. Ky zotnia flas me fjalën të kohës të sotshme, po i them zotni, për gabimet që ka bërë, për dëmet dhe për pasuritë që ka vënë, është drejt hekurave. Pavarësisht se e përjashtuan, por i ka vajtur dhe letra për arrestim. Do arrestohet. Ashtu dhe të rreth të tjerë shumë shpejt do arrestohen. Të dashur shqiptar, SPAK-ut i ka vajt lajmi ka 2-3 ditë, seriozisht, dhe me anë e letrave, po dhe kanë vajtur personalisht njerëz që janë prap punë për të lajmëruar kryetari i SPAK-ut urgjent të filloj arrestimet që janë munguar. Pra, erdhi koha të dashur bashkëdhetar, koha e gjykit. A e shihni këtë qekan? Ky qekan i do bjeri mbi 34 vjet që kanë mbjedhur Shqipërinë, që kanë larguar njerëzit për të detit, që i kanë lënë pa punë intelektualët e Shqipërisë dhe kanë afruar gjithmonë njerëz të tyre të paaftë, ashtu siç janë ata, si të vjedhin, si të grabitën shqiptar, si të mos i lënë të pinë një gotë ujë, si të blenë ushqimet nga jashtë. Pra, erdhi koha e qekanit të dashur shqiptar për të arrestuar të gjithë. Arrestimet u kanë vajtur të gjithëve. Zjejnë televizorët e tyre dhe gazetarët e tyre, që quhen gazetarët gjoja të vjetër, analista, që gjoja di çdo gjë, pa ta s'din asgjë, të gjitha e kanë mashtrime, të gjitha e kanë çfarë u thonë dy partitë. Pra, jo vetëm ai do arrestohet, por dhe 3 të tjerë. Me këtë rast, unë i them kryetarit të SPAK-ut, e i ri, mos mungo edhe 1 minutë, për arsye se datëlindja e Amerikës është në 4 korrik, duhet të arrestohen para 4 korrikut, sepse paguajnë nga Amerika, e keni firmosur në Amerikë, jeni betuar se do të shfrytëzoni ligjin 100%, deri më sot s'keni bërë asgjë, keni arrestuar vetëm 2 veta, Ilir Metën
dhe kryetare e bashkisë të Tiranës. Pra, janë për të arrestuar, po thuhet të gjithë kryetarët e bashkisë, janë për të arrestuar gjithë ministrat e Edi Ramës, janë për të arrestuar që ai ish kryetari, që e thamë më përpara, ka penguar që të arrestoshin nga e quajtur Partia Demokratike mbi 70 veta. Ish ministrat, ish kryeministër, ish deputetët, pra arrestimet kryetari i SPAK-ut përfundoi brenda këtyre 2-3 ditëve. E di që i ke gati, e di që i ke dërguar shumë herë për të arrestuar dhe nuk janë arrestuar, sepse ka dalë gjoja sekreti, gjoja e shanin SPAK-un, ishte në të kundër se gjithmonë spionët, kur e shanin një diçka, atë e duan. Kur e shanin që populli shqiptar të thot me vete, po pra, i shau Berisha të SPAK-ut, bravo, që burri fort. Kurse në të kundërt është, janë miq të tyre. Ata i kanë vendosur me kohë. Dikush shqiptar mund të thot, po pse i zgjodh tyve të SPAK-ut? E po nuk i marrëm nga jashtë. Këtë llumë që është, këtë llumë kemi vënë, që më në fund të gjykojnë dhe vetveten. Sidomos ai kryetari, ish kryetari i SPAK-ut, që është gati për të arrestim, mund të arrestohet sonte, nesër s'ka më ku vete, në kufi çdo gjë e shëgohet, ai ka vila, ai ka hotele. Çfarë nuk ka, si bashk shokët e tij të PD-s e të PS-s. Pra, zonja gazetare, si ai janë dhe shumë për të arrestuar. Profesor, Elisa Spiropali kërcënon Iranin që të ndaloj luftën. A rrezikojmë ne si kom të bombardohemi nga ky qëndrim i papërgjegjshëm? Zonja gazetare, qeveria që është në fuqi të këto 32 vjetëve është për çuditur. Sidomos kjo zonja që është në krahun tim, që ka shpenzuar mira dollar për të zbukuruar nga perimet e saj, del para shqiptarëve dhe thot, kërcënon Irani. Është edhe për të qeshur, por edhe për të qarë. Por nga një anë tjetër, është o vëllezër shqiptarë. Mja ndet në përhije, mja kini frikë, kur del një zonjë aty dhe kërcënon Irani. Kërcënon shtetet e tjera. U bë tamam si në kohën e verit që thoshte në Amerikën e kemi 24 orë e likuidojmë. Ja pra, këto fytyra i keni zgjedhur ju, shqiptarë. Ju që rrinin për lulishtet, ju që mbani ato republikat e dikurshme, ju që loni domino dhe dërgoni këtë zonjën të flasi kërcënoni Iranin. Ajo s'është një gjendje të kërcënoj një matse. Këto fytyra, dije, ishte dëgjveshura. Sot, e që vishen me luks, me çanta nga 5.000-10.000 dollar, por bëjnë edhe fytyrë. Atë dashur bashkëdhetar shqiptar. Ju nuk keni bukë, ju nuk keni ujë të pini, s'u kanë lënë. Dhe këto sharlatanët e parlamentit, quajtur parlament, dalën dhe kërcënojnë një shtet që nuk e njohin fare se kush është Irani, nuk e njohin se kush është politika e jashtme, ta nuk njohin politikën e brendshme. Si kjo, janë 40 e ca të quajtur analistë që dalën për televizor me gradë kolonela, majora. Flasin çfarë armë ka Amerika, çfarë armë ka Irani, si do bëhet punë e Izraelit,
që këta nuk dinë asgjë. Mos dëgjoni të dashur shqiptar, se këta nuk dinë absolutisht asgjë, por Shqipërinë nuk e prek njeri. Kosovën nuk e prek njeri. Maqedoninë nuk e prek njeri. Malezi, se është toka e Skënderbeut. Është toka e patriotëve. Edhe koskat e Skënderbeut të mbuluara qajnë. Se i shohin shqiptarë që rrinë në pëllulishte. I shohin shqiptarë që nuk kanë ujë dhe nuk lëvizën. Jo të bëjnë revolt, po të lëvizën, të thonë, tash ish vonë, çdo gjë do bëhet, po të thoshin, s'kemi bukë, s'kemi ujë. Kjo është revolta paqësore në gjithë botën. Kurse këtu, marrën $80, lozin gjithë ditën letra në Tiranë, ish oficer të sigurimit, kemi mirën e thonë, marrën rrogë, harron se 97% të shqiptarëve nuk kanë bukë, nuk kanë ujë. E janë një shqiptar se më 4 korrik bëjmë fesën e papar, jo vetëm në Shqipëri, por në globin toksor. Do valvoj flamuri Amerikan, çlirimin, shpëtimin, datëlindjen e Amerikës, po njëkohësisht. Është eliminimin e tiranisë të qeverisë 32 vjeçare. Do shihni ministra në atë podium, bëhet 10 me 10 metra. Flamuri Amerikan do ngrihet atë ditë. Flamuri shqiptar do habiten jo vetëm Evropa, po dhe bota. Sepse kanë erdhur intelektualët nga jashtë që i përzun këta me gumone. Erdhi intelektualët që i përzun, që hypën për vapor. Fëmijët e tyre kanë lindur janë bërë nga 34 vjetë, kurse ata janë bërë nga 60-70 vjetë. Do vinë të festojnë ditën e çlirimit të tiranisë, të zaptuar nga hajdutët. Të zaptuar nga ish kryeministra evropiane, ministra dhe ata që i pat para disa javë. Rrugaqëria vjen në tokën e shqiponjave, bën qef, han e pin, verat më të shtrenjta, kurse shqiptarët nuk kanë bukë për darkë. Kurse shqiptarëve nuk qajnë dot, janë zënë syt, janë tharë, nga shekujt që janë dykeqarë, kanë veshur shamit e zeza. Të dashur shqiptarë, erdhi koha jonë. Mos u tremni, flas me kompetencë, Shqipëria nuk preket. Pavarësisht se Evropa do zjej. Do zjej Evropa. Fillovi lufta serioze. Do të dëgjoni pas disa ditë çfarë do bëhet me Turqinë. Luftë me të 4 anët, po jo në Shqipëri. A here të qajnë dhe nënat e atyre që na kanë coptuar 1700 me radhë e me radhë. Mund të them, i di dhe ditë dhe orë. Të qajnë ata që vranë Çamërin deri në ullishtit e Vlorës. Të qajnë ata që kosovarët resht që nga Kosova e krajina jonë drejt kufi të Shqipërisë duke qarë, duke vrarë, vinin në nëna Shqipëri. Vinin në nëna Shqipëri. E më fund të thoshin na paguani nga $5.000 të bëjmë në shtetë shqiptar. E pa parë një historinë e Shqipërisë. Si thuash Kosovari, Trimit, patriotëve, princave, hajde në Shqipëri, mi e $5.000 të bëjnë në shtetës. Këta këlyshit që janë presidenta si ky, që do hynë në burg, dita ditës i ka vajt ftesa për arestime.
ta s'kan turp. Edhe Skënderberin e hodh. A i shini flamurin me Shqiponjë, që e kanë ngritur një herë dhe e lënë të grisur, se nuk e duan Shqipërinë. Po erdhi koha, të dashur shqiptar, erdhi koha jonë. Profesor, deputeti dhe ish ministri Fatmir Mediu këshillon mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Sipas Mediu, situata është e rrezikshme. Si e mendoni ju? A zonjë gazetare, po bën ca pyetje, vërtet jam për të qeshur e për të qarë. Kjo fytyrë që shihni këtu, me atë çantën me dollar mbrapa shpine, që dijes kishte, më falni për shprehjen, brek, ajo fytyrë, a i shihni mbrapa ati që solli një mjekro, që paguan $22 milion, gjoja në zgjedhje, me para tuaj shqiptar. E tash i thot, do mbledhëm, po këto mbledhje. A ish gati, bilem duhet ishte burg, vite më parë. Do mbledhi. Këto mbledhi, presidentin, të quajtur presidentin e Shqipërisë, që hoqi Skënderben, apo që doli një dije, 2 ditë përpara dhe kërcënovi edhe ai Iran, i dha urdhër këto fytyra. Këto fytyra, dashur shqiptar, do t'i shihni në burg, po jo vetëm brenda. Do t'i shihni këmbët e tyre të lidhur me zinxhir 2 metra, e duart të bëjnë rrugët e Shqipërisë. Këto fytyra që tallen me shqiptar, janë tallur me ju 34 vjet, po jo me. Jemi ne gjallë. Janë shqiptarët që janë jashtë 70 gjallë. Janë të rinj që po vinë nga Italia, nga Franca, nga Anglia, nga të gjithë vendet, edhe nga Kina. Po vinë, po kthehen në tokën e Shqipërisë. Se ka ngelur vetëm 900.000 shqiptarë. Ata që kanë ngelur, lozën letra udhëheqësat e tyre dhe bëjmë propagandë. Jemi mirë me këtë qeveri. Është miraj, se ka qenë oficer dhe merr $500-600 në muaj, kurse 97% të shqiptarëve marrën $80 e $40 në muaj. Nuk kanë guzim të pinë ujë, vjen e blenë në tokën shqiptare që është kretë ujë, minerale, çfarë nuk ka në tokën shqiptare. Pra, dashur shqiptar, ejani edhe me datën 4, ejani të çlirojmë Shqipërinë nga tirania, ejani të dashur bashkëtetar shqiptar, ejani se djemtë e Shqipërisë po kthehen në tokën e Shqipërisë. Rrjegëzuar nën ato nëna që kanë ngelur, të heqën shamin e zezë, të kenë ditën e datëlindjes së Shqipërisë, të patriotëve që kanë luftuar me shekull, janë vrarë nga armiqtë tonë shekullor, janë rjepur nga armiqtë shekullor. Ejani të shohim një ditë të bardhë, ejani ta festojmë Shqipërinë e lirë, Shqipërinë e bukur, që e kanë aset gjithë bota. Ejani pra, mos dëgjoni televizorët që dalën dhe thonë si do fitoj Irani, si do fitoj Izraeli. Çfarë bën Amerika, që si di askush. Vetëm flasën televizor, që tu humbasin vëmendjen tuaj, këta 32 vjet që bredhen me viturra, të quajtur analista, të quajtur ish deputeta. E pra, të dashur shqiptar, e pat ke votuat, e lam Kastile, a e pat që vjedhe një i tjetri, sepse janë ignorant. Por, erdhë djemtë e Shqipërisë. Pra, si që kam thënë më para, çdo lëvizje me vogël që bën në Shqipërinë e dimë edhe një gjilper. Erdhi koha
e jonë të dashur shqiptar. Erdhi koha jo. Erdhi koha e fëmijëve tyre që të shohin një ditë të bardhë. Erdhi që të ulen përsëri në bankat e shkollës me mësues real. Erdhi koha pra të mos paguani as drita, sepse keni punuar një shekull në për bunkere, në për centrale, në për hekurudha, që s'ka hekurudh, qëllimisht është bërë. Që s'ka travaj. Kur të bëhet qeveria, brenda muajit ke travaj, jo vetëm Tiranë, gjithë qytetet e Shqipërisë. E kanë bërë qëllimisht që të humbisin vëmendjen. E kanë bërë qëllimisht që të shkonin në për shtëpirat dhe zireni me babën, me vllain, me nenën, me komshin. Të dashur shqiptar, çdo ditë me 6, po u them, realitetin, ne e kemi krijuar qeverinë. Do habiteni kur të shihni çfarë ministra ka. Do habiteni kur ta shihni ministrin e arsimit nga toka jonë, Kosovë. Kur shihni ministrin e Maqedonisë nga toka e Aleksandrit. Kur të shihni ministrin e Malit të Zi nga patriotët, nga princat e Malit të Zi dhe 10 të quajtur nga nëna Shqipëri. E dini pse duam të rrim 2-3 muaj? Për të dhënë pasurit ju të dashur bashkëdhetar. Ju që s'keni patur pasuri, për të marrë pasurit tuaja që u marrë, u shkatëruan, u shitën, po jo, pasuria është në vend, toka nuk ik. Të gjitha ato hotele që kanë ngritur janë të ministrave të Evropës, të kryeministrave të Rumanisë, Bullgarisë, Francës, Spanjës, Italisë, edhe të kinezëve janë bërë këtu. Por do t'i keni ju. Do t'i keni ju, dashur shqiptar. Unë për ju e bëj më datën 4. Korrik. Unë e bëj për tokën time të bekuar të Amerikës, çlirimin e saj. Unë e bëj për ju për të çliruar Tiranin e qelbur nga komunistët, nga vrasit, nga hajdutet e 32 vjetëve, të shihni edhe ju një ditë të bardhë. E jani pra, do habitin edhe ju, kur shihni flamur, 200-300 vetëm flamur Amerikan, 200-300 flamur vetëm shqiptar, do zjejt Tirana. E janë i Tiranës, që juve nuk jeni Tiranës, jeni të erdhur. E janë i pra, keni erdhur nga të 4 anët e Shqipërisë. A e dini që ju mini pension $80, sepse keni punuar në për kooperativa e ferma? E janë i pra ta gëzoni ditën. Mos dëgjoni ata që lozën letra e domino. Ata kanë qenë të sigurimit. Ata kanë qenë komunistë. A i shini me Republika si thonë, kur i pyesën gazetarët e televizorëve të tjerë, jemi mirë ne, marrëm $500-600 pension. Kurse ne 97% të kohës të regjimit komunist punonin në kooperativ pa buk, të ndrënuar, pa buk, të burgosrit, punonin duke bërë hekurudh, duke bërë trashe, sepse thoshin jemi të fortë. Pra, ne e bëm Shqipërinë që u lirua kaq bukur. Thonë këto 2 partit si Berisha, Edi Mian, u kemi futur NATO. Jo, zotni. E dini shqiptar, NATO u futi Bush, u futëm ne. NATO futem kur ka ushtri, Shqipëria s'kishte ushtri. Sepse e coptuat ushtrin. I hotë fabrikat në erë. I shitët tanket, avionët, u adhat sërbë, edhe atë naftë që ishte, ja shitët, pa para, ja adhat sërbë,
për të vrarë bosnjakët, për të vrarë kosovarët, me naftën e gjakut të Shqipërisë. Piramida i bët qëllimisht, ju të dy partit, ju klysht e fundit që keni ngellur, do vuani në përburgje, se e shkatruat tokën e Shqipërisë. I keni bëri njerëzit flasën be vete. E pa parë një historinë botërore. Shqipëria që e një vend, një kulturuar në botë. Ja që po bëjnë jashtë shtetit, janë doktor, inxhinier, kurse në Shqipëri janë ignorantët. Pra, e janë të dashur bashkëdhetar shqiptar. E janë dhe mos dëgjoni se shtot ky, ke do bledhe ky. Do bledhi që në luftë të Shqipëria, o bëjnë qëllimisht që të mbasi vëmendjen e gjyqtarëve. Gjyqtar, nëse ju nuk i bini qekanit këto ditë, si pas ligjit, ky qekan që kam në krahun e djathtë, për të arrestuar të gjithë ministrat, ish ministrat, ju do përfundoni edhe ju keq. Të gjithë emrat e gjyqtarëve e kemi. Të gjithë dallavejet që keni bërë në përgjyqje, që bëni pazar me prokurorin, që ndani parat për hallegjin, që ndani bashk. Pra, bini qekanit, të arrestojnë plirat dhe të fillojnë të bëjnë rrugët e Shqipërisë. Gjyqtar, drejtori i policisë edhe një herë, që kujdes, mos merr urdhër nga dy partit, që ato janë bashkë. Ata duan rëmuj, po s'bëhet rëmujme në Shqipëri, për qajnë, fjalën për kafenet, se do hidhen bombat, do hidhen mislat në tokën e Shqipërisë, jo shqiptar. Mos i dëgjoni fare. Asgjë s'ka për të bërë në tokën e Skënderbeut. Asgjë nuk ka për të bërë në tokën e Aleksandrit, të Teutës, të patriotëve që janë varë me shekull. Në tokën e Ismail Qemalit. Pra, rinit i qetë, e kanë me ditë, jo me muaj, për të bërë qeveria shqiptare me shqiptare. Profesor, sot Amerika urdhëron SPAK-un të fillojë urgjentisht arrestimet. Për cilat arrestimet bëhet fjalë? Unë dofta i lodhe dhe shqiptarët, se kam thënë çdo ditë, SPAK-u të dashur shqiptar ka kohë. Tavolinat e tyre po thyen nga pesha e arrestimeve që i kanë përpara. Zonja gazetare, byroja kombëtare që është në Shqipëri, që shumë shpejt do ndërrohet, do bëhet FBI-ja shqiptare, ajo ka bërë dosjet, i ka përfunduar për arrestime. Ajo i jep një copë letër SPAK-ut. SPAK-u janë prokuror. Dhe SPAK-u me atë letër ka të drejtë të lajmëroj gjyqtaren o gjyqtar për arrestim. Asgjë tjetër. Dosjet janë përfunduar. Dosjet janë e 32 vjet. Dosjet, si që thash përpara, jo këto që flitet në publik. E njëherë po e përsërit. Dosjet janë të piramidave të dashur shqiptar që u kanë marrë parat. Dosjet janë të naftës që është dhënë në Serbi. Dosjet janë prishjen e fabrikave që i punuan me punë vullnetare. Dosjet janë të 20 janarit. Dosjet janë taj vulkani që u odhëvor, që u vran fëmijë, që po e shoh nënën e ati foshnjës që u vra për ditë, vete ze, qimenton me dorë. Kurse, Fatmir me diu, na del e të mlidhemi urgjent. Amore Fatmir, s'ke për të mlidhur më. To dosje
zonja gazetare, janë gati. U kam thënë të dashur shqiptar, janë 1820 deputet që kanë qenë 34 vjetë. Të gjithë do konfiskohen. Këta u kanë coptuar ju. Deputet të zgjedhur nga të huaj, jo nga ju. Ju vërtet keni shkuar kot. Pra, arestimet, po i theme njëherë, kryetarit të Spakut, je djali i ri, mbaj betimin, se s'ke me ditë, mos ki dërmend, si që thua, unë do këje me 4 vjetë, dashur shqiptar. Spaku është atë ditë që bëhet qeveria teknike, s'ka më Spak, përfundojnë arestimet. Spaku është për të arrestuar 32 vjetë horrat, hajdutët, kriminelët që kanë vjedhur Shqipërinë. Pra, dosjet janë të përfunduara, hekurat nuk ka, vetëm militari do hiqen zvarr. Edi, mos u largohu nga Shqipëria, e di ku je sot. Dënimin do të marrësh më të lehtë nëse ti do të rish Shqipëri. Nëse të largohesh, e në hënë të vej, çdo njeri që ka bërë plan, i bëjnë planet dhe kthehen prap. Ashtu i theme zëvendës kryeministrit. Je zonjë, je e re, merr dënimi që të takon, sepse si i liri dhe kryetari i bashkisë, Velia, i ka thënë të gjitha. Pavarësisht se po e rrini atë djalë njeri atje, po i thyeni krahun, po ai i tregoi gjithë. Le që ne i dimim, pik për pik, ku i keni fshehur parat. Pra, zonja gazetare, shqiptare do e ndëgëzuar këto ditë, do festojnë festën e çlirimit të tiranisë. Shqiptare do e gati për çdo gjë. Profesor, a keni diçka për të shtuar për shikuesit tanë? Nuk kam çfarë të them më, u thash shqiptarëve, prap nesër do jem në orën 6, fjala e fundit për mua është gjithë shqiptarët kundo që ndodhen, Maqedoni, Malzi, Kosovë, pjesë e Çamërisë, Ejani, do të vëm në televizor, do të shihni si do bëhet me flamur të bukur para Skënderbeut përsëri. Radha e parë u bë 6-4, do bëhet 10-10, do keni televizor në Zogu i Zi që dëgjoj të shqiptarët. I bithirje me thënë Tiranës, e janë i Tiranës, se ju s'keni ujë, ju s'keni bukë, e janë i prapë. E janë i për vetën tuaj, nuk vini për pilinqin. Unë kam erdhur për ju, unë kam erdhur për kombin tim. Edhe unë kam tokën e dytë që quhet Amerika. Edhe unë kam dhënë gjak për atë tokë atje, gjysë të gjyshi. Por kam dhënë tokë gjak me mira vjetë për tokën time të quajtur toka e Aleksandrit, e Skënderbeut, toka e patriotëve. Për këte jam i betuar. Kam amanet të bëj Shqipërinë me kufi natyrore. Mori fund që do bëhet. U kam thënë do bëhet, do zje Evropa. Edhe një fëmijë në barkun e nënës do të ronditet këto ditë. Nuk është me luftë kaçake, është luftë serioze. Është për të goditur atje, ku na kanë coptuar. Do t'i shihni vetë, keni kujdes shqiptar, ku do që jeni në Evropë. Nuk a them me emra, po e kuptoni sepse. Pra, të dashur shqiptar, natën e mirë, rrini të qetë, ejani me datën 4, ambasada amerikane do tjetë ambasada gjermane, ambasada Gjermane është ambasada tonë, pra jemi gjaku jonë,
nuk thres ambasadat e tjera, ambasada e Austrisë është tona, Amerika është ambasada ime, është vendi im, pra ambasadë kemi dhe në gjak gjithë shqiptarët, do të thoni po pse gjithë shqiptarët, të gjithë ata në kohën e regjimit bolshevik që dënoshin për Amerikën. Nuk dënoshin për gjë tjetër, sepse e donin Amerikën. I vetmi shtet në botë që do Amerikën, ajo është toka e Aleksandrit e Skënderbeut. Të shqiptarët e duan. Pra, e njëherë fjalën e fundit, natën e mirë, unë përsëri nesër jam me 6, u bethirë, ejani të takohemi në sheshi Skënderbe. Ejemi ta bëjmë kuq e zi, ta bëjmë me yjet e Amerikës të 50 shteteve. Ambasada është, ambasadorja është, Nancy, ajo është ambasadorja e Amerikës. Ajo përfaqëson Amerikën. Ajo është bia e Amerikës. Pavarësisht se disa ambasadorë kanë bërë gabimet të Amerikës edhe ato të paguajnë. Pra, ligji është ligj. $100 të vjedhësh në Amerikë, dënohesh. Kush ka vjedhur? Çdo ambasador i Evropës që ka vjedhur në Amerikë, ne e dim, në Shqipëri, më falni. Këtu do hap llogari. Aty në Kali Skënderbeut, dhe këmbët e Kalit. Natën e mirë, miru pafshim nesër në orën 6. Falenderoj, profesor. Të dashur miq, jemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.